Qatë produksionit janë papa. Se si e sjellin, se si e përdredhin, se si e presin, se si e ngjisin, që duket për herë, sikur unë jam ai agresivi që sulmon e bërtet e bën. Mbasi pyesin një zhbanore, na bën një ballafaqim te fan klubi. Më pyesin mendimin tim, mos po flisja lash me përfundu. Pyesin mendimin tim. Filloj unë shprehem, pa e ofendu fare absolutisht duke i justifikuar pozicionin e saj. Hidhet kjo, merr fjalët e mia, po don t'i thojë vetë, të dali vetë, sikur i është bërë padrejtësi gocës. Edhe më mbivendoset, më ndërpret. I kthehem unë, ndërsa unë po flisja, më merr radhën, i kthehem, hidhet një zhbanor tjetër, fillon e flet në emër të kësaj, i kthehem atij, i them ti çka ke që flet. Mbaroj punën atë, më kthehet tani kjo i zhbanorja dhe më vërtet, do më thotë, ky është problemi me ty, thotë, që ti duhet qetësohesh. Që qetësohem, ti more fjalën, tjetri mori fjalën, u vendos. Unë bivendos, u fut një bisedë që nuk i takonte, ti më ndërpreve. Për çfarë qetësohem? Ju le ju që të flisnit, më mbysni ju mua? Jo, do ngrej zonin. Në mënyrë shumë qetë.